Ditën e premte në portin e Durrësit është zhvilluar një veprimtari për masat e marra për garantimin e sigurisë gjatë sezonit veror 2026. Në këtë aktivitet, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, tha se ky sezon turistik vjen me masa të shtuara sigurie, pasi siguria e qytetarëve dhe miliona turistëve që zgjedhin Shqipërinë mbetet prioriteti kryesor i policisë. Për garantimin e sigurisë gjatë sezonit veror 2026, theksoi Hita, Policia e Shtetit, Policia Kufitare dhe njësia policore detare do të jenë në terren me kapacitete të shtuara, teknologji moderne dhe gatishmëri të plotë për të garantuar rendin, sigurinë dhe një shërbim dinjitoz gjatë gjithë sezonit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin ton, jo vetëm për bukuritë natyrore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për Policinë e Shtetit. Shifrat e larta të turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri, ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal dhe europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për Policinë e Shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Hita tha se këtë sezon monitorimi do të bëhet dhe me dronë. Gjithashtu mjetet detare që u përkasin shtetësve të huaj do të verifikohen në kohë reale. Një lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve.